Alma, ti udhëton shumë aq shumë sa besoj edhe koha të shanë ndonjëherë që po më masakron më Alma, çfarë po bën? A kemi vërtet dy Shqipëri, Tiranën ekstravagante me luksin e shfrenuar dhe Shqipëria tjetër më e varfër, më e injoruar dhe më e abandonuar? Unë do thoja që Shqipëria nuk është e varfër, sepse Shqipëria është e bekuar nga Zoti. Do me thonë dhe një familje që nuk ka asnjë lloj të ardhure, mjafton të mbjellit një bim edhe të qetë, sepse këtu ka ujë, këtu ka një klimë të jashtëzakonshme që është mesdhetare. Ne nuk po flasim për varfëri, ne po flasim për varfërinë shpirtërore, Blendit, lutem. Po. Edhe varfëri investime dhe shpirtërore, sepse Blendi e pati këtu se ne shpesh herë bëjmë debate dhe më thonë që të gjithë luc pse do ta mbyllësh jetën tënde në Katun. Unë jetoj këtu midis fabrikave, ti e di. Dhe i them, jam më qytetar këtu mes këtyre njerëzve, mes këtyre katunarëve të mi, sepse janë njerëz thjesht, janë njerëz të vërtetë, se sa në Tiranë, që ka shku gjithë llumi i Katunit dhe është kthy në një katunari të madhe, në megalomani të madhe, që nuk kanë asnjë vlerë morale, as vlerë shpirtërore. Të nuk mund ta themi, se çdo kryeqytet i botës thith pjesën më të madhe të popullatës. Sepse kryeqyteti ofron mundësi punësimi, ofron mundësi jetese shumë më të mirë për familjet. Ka kopshtet, ka qerdet, ka shkollat, duhet të jemi dakord që për vlera në mënyrë figurative. Domethënë në Tiranë njerëzit nuk shkojnë për të bërë, shkojnë ndoshta si thojza si llum, por shkojnë për të marrë një tjetër dimension të jetuari.